ka të bëjë me arsimin para universitar, me vendimin e sotëm, miratuam financimi nga buxheti i shtetit për klasën e 4 dhe të 5 fillore të teksteve të falas të reja. Do me thënë, në qoftë se e kishin deri në klasë të parë, të 2, të 3, shtua me vendimin e sotëm dhe me financim të Ministrisë së Arsimit rreth 43 milion lekë të reja, tekstet falas të reja çdo vit edhe për klasën e 4 dhe për klasën e 5. Bëhet fjalë për rreth 9.000 nxënës, por më shumë kur flasim dhe për anën financiare, bëhet fjalë për rreth 9.000 familje, të cilat do t'i përfitojnë tekstet falas dhe nuk do t'i kenë më barë në buxhetin e tyre, po as nuk do t'i marrin tekstet të përdorura. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj që do të procedohet me të njëjtën logjik, një herë në 3 vjet dhe për klasën e 6 deri të 9, po duke qenë se janë fëmijë më të rritur, din t'i mirëmbajnë tekstet edhe për një periudhë 2 deri 3 vjeçare. Ndërsa për klasën e parë, 6 vjeç deri në klasë të 5, 11 vjeç, do t'jenë çdo vit tekste të reja falas.